me neve psikolog klinik psikoterapisti Petrit Taçi. Petrit, faleminderit edhe një herë që jemi neve. Faleminderit juve për ftesën, besimin, kënaqësia jam ja, çdo herë që jam këtu. Dhe faleminderit për këto tema, sepse ndonjëherë edhe nuk na vjen ndërmend duke edhe haru, më bëri shumë përshtypje te ky trajtimi i çrregullimeve psikologjike që është përmendur edhe adresat si që kanë karakter fetare, pseudofetar, që në shoqërinë tonë janë mjaft të njohura. Që ndonjëherë ata që edhe besojnë janë të mirëseardhura, por ndonjëherë dhe munden me pas efektin e kundër, kështu që të kemi kujdes dhe gjitha kjo ka të bëjë me besimin që ndoshta e krijojmë ndaj diçkaje. Po gjithsesi, ne që jemi në farforme në përditshmëri, në ballafaqim me problematikat e tilla, në ballafaqim me klientët edhe në atë përpjekjen e madhe edhe humane, njerëzore dhe profesionale dhe etike për me dalë në ndihmë, për me mbështet gjendjen psikologjike, mirëqenien e përgjithshme jetësore të personave, në farforme përfshimi pak më thellësisht edhe ndjejmë pak më thellë problematikat që dalin gjatë rrugëve të trajtimit që ata marrin. Normal, personat kur janë në hall, kur kanë shqetësime, kur kanë brenga, në farforme zgjedhin rrugët që në duke duken më të lehta, rrugët që në duke duken më të shpejta, dhe normal që duke u bazuar pak edhe prej kulturës, prej mënyrës se si ne besojmë, po dhe sa të thellë kemi besimin, sa të thellë kemi dijet rreth besimeve tona në farforme, na duken sikur më magjike, sikur më të shpejta, dhe sikur më zgjidhsen në farforme disa çështje të tilla, por ne prapë po them që mirremi me këtë pjesë dhe mirremi me trajtimin e përditshëm, shohim që shumë shpesh adresat e tilla, format e tilla, tendencat e tilla na paraqesin vështirësi në punën tonë profesionale. Unë tentoj këtë pikë me kanë shumë i kujdesshëm, sepse nuk du të keq kuptohem se të krijoj një amulli konceptuale rreth kësaj pjese. Normal, besimet fetare, një konstrukt i besimit për krijimin, për atë që zotron neve, universin, gjithçka, normal që shumica në rasteve është shumë ndihmues, është shumë mbështetës, krijon një bazament të mirë sigurie, krijon një derë të relaksimit të përgjegjësive edhe të tendencës me kontrollu, ta themi thojza fatet tona dhe gjithçka që do vinë të ardhmen, dhe në këtë kontekst është shumë dobëpruese, por kur ballafaqohemi me persona që tentojnë me dhënë interpretime, me dhënë emërtime në vend të diagnozave mjekësore, në vend të diagnozave psikologjike, në farformë, në vend të dinamikave mentale dhe emocionale, atëherë shkakton problematika shumë të thella, shkakton konfuzione në këto koncepte, shkakton simptoma shumë të fuqishme në farforme, qoftë me karakter disociativ, qoftë me episode të shkurta psikotike, qoftë ku ta di realisht me problematika tjera trupore që në syrin e familjarëve, në syrin e personave që nuk janë njohës të fushës, mund të duken të çuditshme, mund të duken të frikshme. Prandaj konsideroj që në këtë pikë ti përmendem disa prej këtyre. Po ja, për shembull, ne kemi prej çrregullimeve ta zëm obsesive kompulsive që ndonjëherë kur vjen obsesioni për të bërë diçka ose për të mos bërë diçka, në mendjen e klientit për të shpëtuar nga një ngjarje e caktuar ose jo, ai mund edhe të shtangohet për një moment të caktuar, por ky nuk është një shtangim si shkak i mos funksionimit të mirëfillt neurologjik apo mjekësor, as nuk është një shtangim si shkak i pushtimit nga energji të huaja, nga demonët, nga të bërat, nga sytë e këqij të njerëzve të këqij në farforme. E që shumë shpesh në këto adresa të përmendura që po them mund të marrin emërtime të tilla dhe pastaj neve na vështirësojnë atë punën në farforme dhe progresin që arrim shumë shpesh deri te një fazë me klientët tonë. Pse disa kanë edhe të themi sukses kur shkojnë me u fry në për to falltore, në për to sepse hoxhallarët edhe besimet tona nuk e lejojnë, feja nuk e lejon këtë magjinë edhe hajmalite, këto të shkrunet. Tani ti bukur e tha krejt në fillim në farforme, pro suksesi edhe mund të jetë spontan, por esenca është që ne do të bëjmë suksesin dhe progresin përmes një rrugë të kontrolluar, ku personat rritën, vëjdisohen në farforme dhe kuptojnë dinamikën e përjetimit të ndjenjave dhe atyre ta
themi në thojza trauma apo ngjarje të hidhura që kanë përjetu, të kuptojnë pak a shumë shkak pasojë në mes konflikteve mentale dhe simptomave të tyre trupore, dhe jo të dalin me një bindje të pa qartë, një farë forme që tani u bë nga autoriteti i dijshëm i kësaj fushë, u bë rituali, unë po shkoj në shtëpi sepse tash energjia e keqe dhe problematika që më kanë pushtuar do të largohen, dhe normal kjo është çështje perceptimi. Po ky perceptim në farë forme nuk është i garantuar të qëndroj gjatë në kohë, sepse ne kur prap ballafaqohemi me koncepte që na e kanë jap frikë dikur, na kanë jap traumë dikur, na kanë jap stres dikur, ne prap do bim në këto gracka. Dhe unë kam klientë të mi në përditshmëri që thonë, okej, isha te hoxha, gjithë respektin për punën e tyre në vëdësimin dhe praktikimin, disiplina fetare, po flasim tash për një çështje ku ata po shndrohen në mjek psikologjik e psikiatrik në farë. Pra, un kam shku, jam letu, por ja që pas 2-3 ditë prap bile pak edhe marrand po e ndjej në farë. Pra, e shef nuk po e them këtë vetëm sa për të tentu me glorifiku punën e psikoterapisë, se punën e psikiatrisë, absolut, sepse tek e fundit në këtë vallë teme tentojmë me qenë shumë i kujdesshëm, edhe shumë më shumë etike human se sa me atë egon profesionale se që mund të bim secilin në këtë kurth, por realisht përvoja e gjatë, puna e gjatë një farë forme me klientë të shumt, me klientë të ndryshëm, më ka bë me fol me sigurit plot në këtë çështje. Pra kemi problematika edhe kemi vështirësi që dalim pas këtyre epizodeve të quajtura të suksesit brenda një dite apo brenda një jave. Pra, si me shkop magjik. Për ndryshe unë e kam thënë çdo herë edhe po e them edhe kur e kam filluar ciklin e emisioneve të shëndetit mendor që do të flas hapur edhe zëshëm, edhe pse thuaj që nuk është mirë të tregosh kur ke këto probleme për mos t'u paragjyku, por unë pasi që jam pjesë e medias, po e shfrytëzoj rastin për t'i ndihmuar gjithë atyre që kanë probleme të shëndetit mendor, duke tregu pa pas frikën a do të paragjykohem apo jo. Në fillim të janarit do të thotë vetë se kisha një lloj ankthi të lehtë, disa sulme të lehta të themi, por me ndihmën e falenderoj psikoterapistën Antigona Qena Sediu, me të cilën edhe shkoja vazhdimisht, unë mundum disi edhe isha gati për me menaxhu, por ja që në jetë na ndodhin gjëra të papritura, humbja e papritur, vdekja e nënës 40 ditë më parë. Në javën e parë nuk e vreja edhe shumë, filloi një frikë më e madhe që nuk e kuptoja nga po vjen ajo frikë, derisa javën e kaluar me edhe moja emisionin, frikë e pashpjegueshme, sa që fillova me dyshu në veten mos jam çmend. Edhe mos ndoshta nuk janë tu e ditë edhe mjek se çfarë kam. Fillimisht i menjanova ato kontrollat, vizitat mjekësore që nuk duhemi me hajru me i bo, çdo herë duhemi me i bo për me qenë sigurt, mos me aludu çdo herë vetëm në shëndetin mendor, por kur kryhet kjo kontrolla fizike, pastaj tek shëndeti mendor du ta ndaj një përvojë timën të ditës së djeshme. Unë para emisioni dje nëse nuk jam çmend, nuk do çmendem kurrë. Do të ankthi po dika me qenë aq i frikshëm, aq i madh, sa që krejt ndërtesa e RTK-s më dukte që po më shembet mbi kokë. Një frikë e pashpjegueshme, fillova me i kërku kolegë ku janë, kisha aq shumë frikë, nuk mu isha as me lëviz, as do të edhe nuk e besoja që a mundet me qenë ankth. Dhe këtu du me falenderu edhe drejtorin e psikiatrisë, doktor Faton Kutlovcin, që më ka qëndru shumë afër dhe po më qëndron shumë afër me telefonatat, me vizitat, që pa ndërprer përgjigjet, duke më sqaru se çfarë të bëj, si të reagoj që mos të kem frikë, por prap është e pakuptueshme edhe është shumë e vështirë me bind veten me u qetësu. Dje mendoja që nuk do të arri kur me u qetësu dhe unë refuzoja për me marrë dhe medikamente, pasi që psikoterapistja propozoi që ka ardhur koha që pak në kombinim edhe të medikamenteve të antidepresive duhet ta luftojmë sulmin e panikut. Unë isha shumë kundër dhe jam mërzit shumë që e kam fillu, por kur po e mendoj qetësinë time që e kam sot, që vërtet nuk duhet refuzojmë, nuk duhet friksohemi, është e vërtet që medikamentet për ata që kanë fillu me i përdor në fillim munden me i rrit paksa simptomet, na duke neve që janë rritë, ato nuk rritën në fakt, por me ndihmën edhe të qetësuesve që na japin mjekët, kjo e gjitha kalon, është një sfidë shumë e madhe, kështu që derisa vetëm ta ndaj këtë përvojë me ata që po ballafaqohen, që vërtet frika është shumë shumë e madhe, që dje mendoja mos jam çmend, por pse edhe e tregova këtë se kisha afër edhe
tjetër një shoqen time dhe tha mos ka bobre dikush diçka, tha se me u tut njeri prej kur çkafi dyqysh s'po mduket ti e fort, ti e Njerë më shkoj për 1 minutë, po thash ju se ti ashtu s'kishte me ndodh, por po e shoh që terapia është ajo që ndihmon edhe vetja jon duke fol. Por në ato momente të ankthit është vështirë me thon ose me thon dikush s'ki kur gjë. Absolut. Kjo është dhimbta më e madhe. Kështu që ju kisha luajtur gjithë atyre, mos ta mundojmë veten shumë gjatë. Ka shërim, ka ndihmës, ka lehtësim, duhet kohë, duhet durim, por gjithsesi fillimisht me psikoterapist, pastaj edhe me psikiatër. Tani këtë varet në çfarë faze jetësore ndodhemi, përballë çfarë situatash dhe ndodhive ndodhemi, edhe pse ne jemi individual, jo gjithë secili person në jetë do përjetojë ngjarjet njësoj. Tani në shumë shpesh edhe te klientët e mi kanë marrë shembullin, përderisa kemi ndonjëherë rast që dikujt i vdes prindja do thotë çfarë të bëjmë, kështu ka caktuar Zoti. E në një rast tjetër kemi kur dikujt i shkel një mjet transporti, një kafshë shtëpiake dhe ka nevojë për me fillu trajtimin. E shef sa dimensione problematike ose sa ekstreme mund të ndodhin brenda strukturës së personalitetit, brenda strukturës së koncepteve dhe aty në resurseve të brendshme konceptuale që njerëzit mbështesin disa tema e nuk mund të mbështesin disa tema për me gjetë çat filloj paqen e brendshme. Prandaj situatat me reaksione akute emocionale normal që është domosdoshme me u shoqëru edhe me medikamente, për shkak që medikamentet tentojnë me relaksu dhe me rehabilitu bazën mjekësore në kuptimin fiziologjik të fjalës ose në kuptimin e neurotransmetuesve apo në kuptimin e dinamikës së elektricitetit të trurit. Pra ne jemi një lidhje mes botës së jashtme dhe botës së brendshme. Atë çfarë perceptojmë dhe japim një kuptim, ajo shoqërohet me nivelle të brendshme hormonale, të neurotransmetuesve edhe të kapacitetit elektrik ose dinamikës elektrike të trurit në zonat e caktuara të trurit. Prandaj kur ajo del jashta kapacitetet momentale për me menaxhu, mi dhoni kuptim një farforme, është e domosdoshme me u drejtu dhe shoqëruar zotit që janë mjek, psikiatër, bëjmë punën e tyre dhe japin një ndihmë shumë të mirë në atë fallaj drejtimi. Pastaj edhe doktori mas harronte që më mirë është do thotë kur mirret antidepresivi për do thotë të çrregullimet e ankthit dhe të sulmet e panikut, se sa qetësues të pakontrolluar që i marrin vetë që janë vërtet të rrezikshëm edhe nuk duhet të përdorim. Qetësuesit janë vetëm frenues momental, po ata nuk tentojnë me trajtu realisht çat dinamikën e neurotransmetuesve që janë përgjegjës për një formë të menduarit, pra forma anksioze të menduarit ose forma depresive të menduarit në farë. Pra ato nuk kanë nevojë vetëm për frenim, sepse frenimi neve na përgjum. Dhe duke na përgjum frenimi neve na shkakton mungesa ose na shkakton frenim edhe të fushave tjera, jo vetëm të mendimit problematik ose të ndjenjes problematike, ai na bën të përgjumur edhe për të ngarë makinën, edhe për të zgjuar mëngjes, edhe për të vesh rrobat, edhe për të ngrënë ushqimin, edhe për të taku, pra frenon gjitha kapacitetet pa bërë një zgjidhje. Prandaj derisa antidepresivat e bëjnë në shërimin e këtyre, sepse njerëzit të cilët kanë çrregullimet panikut vërtet kanë shumë mendime, miliona mendime në minutë mundeve me. Pra për shembull, ju ngjarje që e treguat në farforme mund të jetë pakës edhe një pik ujë në atë gotën e mbushur edhe për situata të tjera se gjendje të tjera, ose thjesht vetëm mund të jetë një koncept që ka provokuar pra temën e vdekjes, temën e shëndetit, sa e sheh ju keni humbur një person të dashur, aty po flitet për vdekjen e dikujt, humbjen e dikujt, pra po prek edhe pjesët emocionale të shkputjes, humbja si emocion, po dhe vdekja si koncept realisht dhe janë bërë të dyja bashk, kanë krijuar atë falloj dinamikën e shpejt mendumit edhe të ndjenja problematike edhe kanë shkaktuar sulme të mëdha paniku. Aq të mëdha sa që e pyesja doktorin që mos vjekesh me më thonë më duket që unë jam çmend, sepse një njeri normal nuk mundet me u friksu për vetë. Këto frikrat zakonisht vijnë pas dhimbjeve shumë të mëdha të pazgjidhura. Domethënë, nëse dhimbja është e madhe, për një kohë të caktuar nuk kalon, ne kalojmë në një fazë më të hershme të nevoja, pra nevoja për siguri dhe fillojnë mu friksu. Kur fillojnë mu friksu shumë për veten tonë, atëherë fillon dhimbja pak më u qetësu. Pra kur fillon frika me art e vetja jon, ne themi në rregull, s'ka problem, le të shkoj personi, sepse tash jam hall për veten tënd. Pra, shumë e vërtet, këtë edhe kam mekanizëm psikologjik, është mekanizëm. Kjo ndoshta që është një mekanizëm pa vetdijen time që unë duke dashur me haru vdekjen e nanës, po marr shembull për gjithë ata që kanë humbur dashurit, që nuk po du me u marr dhe po mire me ankthin tim, me frikën time se po ma lehtëson që me haru. Padyshim. Pra çaja dhimbje e gjatë në farformë ose shumë e fuqishme pa përpjekjen ose pa mundësinë me i dhënë një kuptim momental, edhe
edhe pse normal se ne nuk mund t'i japim gjitha dhimbjeve dhe humbje në jetë një kuptim, por pranimin, prandaj në pamundësi për me bë ato, kur dhimbja shumë e madhe në farforme, edhe që dëmton ose rëndon shumë qenjen tonë, shumë egon tonë, atëherë sistemi jo nervor, sistemi i mendimeve tona kalon në një fazë, në një hap mbrapa, edhe fillon të ketë frikë për veten e vet, alarm për veten e vet, dhe duke u marrë me këto alarme, duke u marrë me këto frikra për t'i rehabilituar ose vën në kontroll, ka dale lejon me kalu ose me u rehabilitu ose me u paksu pak dhimbja në farforme. Edhe këtu duhet të ndalem për veten e tij pasi që ma ka skeru doktori, por edhe për ata që nuk e din. Edhe familjar tjerë, do të të motra, vllau, ata reagonin ndryshe, qanin normale, kishin dhimbje, përderisa unë lot nuk kisha, por do të të ishte kjo friga e madhe. Pse reagojmë ndryshe? Kur jemi, sepse edhe kjo shkakton pak sa të themi konfuzion të ata që janë duke përjetu angth, thonë po mirë, po edhe vllaut ose motrës njëjti ndodhi, pse ata nuk po ndihen kështu. Po vllaut dhe motrës njëjti ndodhi, po ne jemi mësuar me ndëgju një fjalë, 5 gishtat e dorës nuk janë njësoj. Tani nuk po dona me sqaru vetëm kaq thjesht në farforme, pra njerëz të ndryshëm, edhe pse ndoshta brenda një strukture familjare ose grupore ndodhen në rrugë të ndryshme, se ta themi në shkallë të ndryshme, apo në frekuenca të ndryshme jetësore. Pra ne nuk jemi kemi kalu në jetën tonë. Edhe ajo varet çfarë kemi kalu dhe varet ku ndodhemi me realizimin e disa nevojave, qoftë fizike, qoftë sociale, qoftë emocionale, qoftë egos ton për arritje se ku ta di pra. Dhe realisht këto dhimbjet që vijnë, ato kalibrohen në farforme edhe mbas të koncepteve që kemi kriju ta zëm gjatë kohës, pra jo konceptet e vllaut dhe tuat mund të jenë identike për vdekjen, jo konceptet e tuat dhe vllaut mund të jenë identike për humbjen ose largimin fizik ose jo fizik të njerëzve në farforme. Pastaj, përveç koncepteve është pjesa emocionale, sa ne kemi resurse rrethanore sociale, sa është dhimbje e madhe kur largohet diçka, ana provokon në një traumë tjetër, ana provokon në një ngjarje tjetër të largimit dhe të humbjes pra. A bëhen tani bashkë të gjitha emocionet e ngjashme në farforme, edhe ne e përshkruajmë vetëm për këtë situatën e fundit, por kur punojna me veten tonë e shohim që është një akumulim i gjitha degëve, pra sikur një liçen që shumë rrugica të ujit në farforme, shumë linja të ujit e grumbullojnë dhe mbushin ato dhe ai bëhet pastaj shumë i fuqishëm edhe shkundë dhe rrezën. Po ka që kanë këto emocione tona që aq edhe me tun gjithë trupin e njeriu. Pa dyshim që po, ndoshta kjo është në një formë edhe sfida, po se sprova, po kjo është edhe begatia njerëzore, sepse emocionet tona neve na lëvizin, emocionet tona na bojnë neve me uqu me punu, na bojnë me sakrifiku, na bojnë me kanë shërbim tjerëve, me kanë edhe shërbim të vetes, na bojnë me duru, me u përpjek, pra jeta njerëzore krahase me qenjet e tjera për rreth është bege gjatë, edhe pse neve na duket të shkurtë të themi okay, po 70-80 vite, nëse kemi këtë dinamik të fuqishme emocionale, atëherë çish kena me gjet motivin, çish kena me lëviz trupin, çish kena me mirëbajt veten, çish kena me mbajt relacionet, prandaj po kjo e bën atë vëllai dallimin realisht të qenies njeri prej qenieve tjera. Po flasim për çrregullimet psikologjike dhe format e trajtimit mes psikoterapisë, neuropsikiatrisë dhe natyrisht adresave tjera me karakter fetar e po ashtu pseudofetar. Kjo pseudofetar i vjen hin këtu fallxhor tek këta? Po padyshim që po, domethënë kemi shumë persona që thirren sikur janë njerëz të fesë në farformë ose kanë ndonjë grad. Nuk thash me ku ka një kafe turke edhe me këshir fall. Kanë ndonjë grad, po tash kjo falli sikur ka mbet pak më e lehtë tani formë pak më e lehtë tani, po kemi aty disa flaka, disa qiren, disa luk, disa rituale të tjera në farforme që unë thjesht prap nuk i di realisht se si funksionon, po me aq sa sjellin klientët në zyrën time ato përvojat që marrin realisht prej adresave të frikshme. Prej adresave të tilla, tash në shikim pa nuk e di se cili person si e percepton, po esenca është janë të frikshme për faktin se çfarë bindje dhe çfarë koncepte kanë me shkaktuar të njerëzit. Pra, ndoshta ti edhe ndihmon, sepse thamë pak më herët, ndoshta personi mund të dalë me një bindje që okay, ky bëri diçka dhe u rregullu, po nëse dalim ne me një bindje që dikush bëri diçka aty, atëherë çfarë do të ndodhë nëse ne do fillojmë të mendojmë që po çka nëse dikujt tjetër i teket të bëj diçka tjetër ndaj neve, të bëj diçka të keqe, se ne besuam që ka shumë e lehtë me lëvizjen e 2-3 lugëve dhe ndezjen e disa qirenive me u largu energji tek kësia, po çka nëse hin menja dikujt na më nai bë energji tek kësia me këto. Prandaj
Prandaj unë mendoj që këtu është një diskrepancë realisht ose një zbrastësi e njohjes së disa koncepteve thelbësore fetare në farforme, sepse këto janë devijanca nga tendencat për me kuptu fen më mirë fillet, unë konsideroj që edhe njerëzit fetar, pra tamam që janë profesional të kësaj pjese, udhëheqësit fetar, pra të bëjnë sqarime, të bëjnë ndarjen, pra të bëjnë diferencimin mes koncepteve reale në filozofitë fetare dhe këtyre koncepteve që pretendohen dhe keq përdoren për të mirat materiale për tash unë të them të hapem edhe pak më shumë, kam edhe familjar të këtyre personave që vinë kanë në zyret e mia, në zyrën time. Pra familjar të vetë personave që mirën me kësi rituale, dhe ata vinë, trajtohen në aspektin psikoterapeutik, marrin medikamentet kur kanë problemet e tyre, dhe kjo e tregon më së miri, kjo e tregon më së hapuri se si personat të tillë me dashje pa dashje keq përdorin në farforme keq informojnë qytetarët për të përfituar diçka prej tyre. Do të mendoj që vërtet kjo është e dhimbshme kur ti prej një personi që është në hall gjen dobësinë e tij, gjen dhimbjen e tij dhe e bën ekzibicionet apo eksperimentimet emocionale dhe mentale për disa para. Ne filluam të flasim për çrregullimet psikologjike pa ju rikujtuar edhe një herë dëgjuesve tanë çka janë çrregullimet psikologjike. Po, çrregullimet psikologjike janë forma të shfaqjes së ndjenjave, mendimeve dhe sjelljeve tona, të cilat pengojnë funksionimin e mirëfillt fizik, emocional, mental dhe social, realisht, pra kështu. Zakonisht qytetarët priren të bëjnë një ndarje shumë bardhëzi mes mendje e ruajtur dhe çmendje. Realisht shkenca, mjekësia, psikologjia, psikoterapia nuk njeh një koncept të çmendjes, pra kjo është ai filloi gabimi konceptual. Për shkak të këtij gabimi konceptual, shumë persona kalojnë në kriza të sulmeve dhe të panikut me idenë dhe mendimin çka nëse do të çmend në farforme. Pra dhe ata që në këndvështrimin e përditshëm prej neve si qytetar laik, pra prej atyre si qytetar laik, kur shohim dhe emërtojmë, ja ky qenë ka i çmendur. Pra dhe ata nëse flasim thellë me ta, nëse kuptojmë jetën e tyre, nëse kuptojmë dinamikat e tyre, e shohim që s'po flitet për çmendje, po flitet për aftësi të keq përshtatura, pra zhvillimin e disa aftësive të reja të keq përshtatura si shkak i dinamikave që kanë qenë shumë problematike në jetën e tyre. Pra po flitet për një zhvillim. Dhe tani kur kemi aftësi që dallojnë nga shumica, ne pririmi me emërtu, me stigmatizu një farforme, pra me emërtu si të çmendura. Pra gjithçka që dallon nga sjellja e shumicës. Pra ta zëm nëse dalim në sheshin e Prishtinës ashtu dhe shohim disa persona që sillen krejt më ndryshe se disa të tjerë të turmës, realisht ne pririm me thonë që diçka s'është mirë me ta. Tani e shef, diçka s'është përshtatshme me ta, mund të themi, po normal që edhe s'është mirë, sepse atje në kuptimin emocional dhe në kuptimin e asaj çfarë ata po ndjejnë, edhe mund të jetë, por kjo nuk mund të thotë që janë të çmendur. Pra ata e kanë mendjen, po e kanë mendjen e tyre me përmbajtjen që ata kanë marrë, sepse e shef mendja është një bagazh i përhershëm i gjallë që mbledh informacion, që përjeton ngjarje, që përpunon atje, që proceson atje, që ruan atje dhe realisht ajo ka të drejtë të ketë të informacione të ndryshme prej të tjerëve, edhe të bëjë reagime pastaj të ndryshme prej të tjerëve. Po qëllimi i psikoterapisë apo edhe i intervenimit mjekësor është të përshtas sjelljen, se me që ne jemi qenie sociale, edhe kemi nevojë me qenë në interaktivitet ose në harmoni të plot, në koordinim të plot me njerëzit e tjerë, atëherë neve na vjen me përshtat çat filloi sjellje. Prandaj se di nëse i ka prej konceptit të se e thash, pra kjo është ajo pjesa e konceptit të çrregullimeve pra psikologjike. Atëherë kur afektojnë në funksionimin ton të mirëfillt dhe të përshtatshëm, edhe social, edhe fizik, edhe emocional, realisht, edhe na pengojnë në jetën tonë përditshme. Do të thotë jo afat saktum, por mvaret sa do të zgjat, por dihet mosha kur mundet me u shfaq çrregullimet psikologjike deri në cilën moshë. Unë konsideroj që gjithse cila moshë, vetëm se ndoshta llojet, spektri çrregullime mund të jetë i prirur më shumë tek njëra moshë, tek disa spektre tjera tek moshat të tjera, por kemi çrregullime prej fëmijërisë së hershme edhe deri në moshat e shtyra, pra të spektrit të gjerë, sepse çrregullimet pra nuk janë vetëm siç e emërton populli 2-3 emërtime, pra ankthi, depresioni dhe skizofrenia, pra është një spektër i gjerë.
diagnoza të shumta, specifika të ndryshme në farë forme, duke fillu prej çrregullimeve neurozhvillimore atje në fëmijëri, të çrregullimet e delikuencës së cilës është atë adoleshenca, duke vazhdu pastaj të çrregullimet e depresivitetit dhe anksiozitetit apo çrregullimet e personalitetit, duke kalu pastaj tek psikozat e skizofrenia ose epizodet e ndryshme që kanë karakter të ngjashëm me ato, apo çrregullime tjera disociative, pra që shtrihen në përmosha të ndryshme, po që kanë një prirje disa me qenë më shumë në një moshë, disa të tjera më shumë në moshën tjetër, pra si që e përmendëm edhe pak atë vallai kronologjin, por asnjëherë me një kufi të rrept realisht. Tash okej, nëse flasim për çrregullimet e personalitetit, nuk mund të presim që në moshën 12 vjeçare të kemi, sepse pritet pasi të është konsoliduar personaliteti, pra pas moshës 18 vjeçare, nëse vazhdojnë disa simptoma të zgjatura në kohë, t'ja emërtojmë ato. Ama po, çrregullim cilës do presim të personit 12-13 vjeçar, sepse aty filluan bazamentet e para të asaj edukatës, kulturës, edhe menaxhimit të sjelljes realisht. Pastaj këto çrregullime depresive, anksioze mund të jenë të shtrira në secilin moshë, dikun më shumë e dikun më pak. Tek moshat të delikuencës? Po delikuenca është kjo pjesa prej pubertetit, një farë forme, deri tek ky konsolidimi i personalitetit te mosha 18-20 vjeçare, pastaj nëse vazhdojnë tutja të shndrohen në çrregullime të personalitetit antisocial, mund të bëhen shumë problematike, mund të dalin persona të rrezikshëm për veten e tyre, për rrethin e tyre në një farë forme. Prandaj këto delikuencat e adoleshencës dhe të shkollave fillore të mesme. Këto delikuencat ne i kuptojmë si shoqëri, fëmijë të cilët shkaktojnë bëjnë probleme shumë? Fëmijë që shkaktojnë probleme shumë, fëmijë që përfshihen në dukuri problematike për veten, të narkotikët, të thyrja rregullave, të vjedhjet në farë forme, rrahja, therrja, e kupton, këto pak a shumë domethënë sjelljet problematike, padyshmëria, dhe këto nëse nuk trajtohen në atë fazë të zhvillimit përmes edhe psikologëve shkollorë dhe terapistëve të tjerë dhe familjes, ato tani shndrohen si tipare të vazhdueshme, sepse personi ka kriju atë klima, dinamik të konceptimit të gjërave se si zgjidhen, se si qaset. Dhe ai realisht në për ato cilë delikuente shumë shpesh ka fitu diçka, ka triumfu diçka. Pra nëse se marrim notën me dije, do e marrim të i thon profesorit ma qet pesë se s'ndel prej shkollës. Dhe nëse profesori bjen atë ndikim, ne kemi marrë një shpërblim emocional, kemi thonë që kjo që ka forma duhur, nëse tjerat forma nuk funksionojnë. Tazëm, po, patjetër. Dhe ato shndrohen tipare, nëse vazhdojnë tiparet për një kohë të gjatë, edhe pas moshës 18 vjeçare ato shndrohen në një strukturë personalitetit tonë që pastaj është shumë vështirë me i shkollë në farë forme. Dhe për këtë arsye duhet kemi kujdes se si sillemi me fëmijët tanë. Ata mundohen në forma të ndryshme të përfitojnë nga situata, disa dhe duke u marrë zemrën prindërve, duke mos qenë të ndëgjueshëm dhe siç po e tregoni që kjo mundet me shkaktu shumë probleme, duke u rrit deri pas moshës 18 vjeçare dhe me qenë pjesë pastaj e çrregullimeve të personalitetit që vërtet është e rëndë jo vetëm për personin, por edhe për rrethin pastaj. Siç kemi tash rastet në shoqëri që kemi disa raste tash ndoshta mos t'i afektoj qytetarët që na dëgjojnë, por vrasje vërtet me motive shumë të ulta, me motive tepër problematike, shumë çuditshme edhe në familje, dhe realisht këta persona nuk kanë lind me patjetër të këqij, po këta janë zhvilluar në një formë problematike. Sigur rastin që i kishim edhe të Liridona Ademaj tani edhe po. Absolut. Duhet vërtet me pas një çrregullim për me inicu një vrasje të tillë. Padyshim që po, pra çrregullimet e tilla, qoftë të personalitetit antisocial, qoftë çrregullimet që kombinohen pak me atë narcisizmin e tepruar në farë forme, pra është forma të ndryshme, po që ato kanë një bazë, kanë një rrënjë realisht dhe pastaj dalin dhe shkaktojnë probleme të shitun. Duhet kemi kujdes që nga fëmijëria, por dhe për veten tonë, se çfarë fusim në mendjen tonë, pika mbushet deti e thot populli, por mbushet edhe mendja dhe një ditë shpërthejmë pa e ditë duke u habit çka kom. Përderisa aty qëndron në çka kom diçka shumë që është mbush. I përmendëm këto fetare, pseudofetar, pak a shumë edhe psikoterapinë, por te kjo neuropsikiatria, trajtimet. Patjetër, ndoshta isha lidh pakës me një pjesës të fjalisë para se më shkpu të kjo pauza e vogël realisht, pra që the se
të keni kujdes dhe çfarë mendoni. Unë konsideroj që ndoshta ma e përshtatshme kish me qenë që personat jenë të vetëdijshëm, që gjithmonë është e domosdoshme dhe është e nevojshme me bërë reflektime, me bisedu, qoftë me miq të besueshëm, qoftë me profesionist, se ne jo gjithmonë mund të zgjedhim dhe të vendosim barriera në mënyrën çysh kena me mendu. Domethënë truri është një pllak e gjerë që realisht ka kapacitet infinit të pranimit të informacioneve, gjithçka që ndodh nëpër botë kalon edhe nëpër mendjen tonë, sepse kalon nëpër shisat tona, edhe ne nuk mund t'i mbyllim ato, nuk mund t'i betonizojmë ato, pra deshëm s'deshëm ne do kalojmë nëpër disa ngjarje që kanë brenda emërtimit dhe konceptin e tyre. Pastaj truri përpunon. Kur shohim që truri po përpunon dhe nuk po na pëlqen, atëherë më mirë të orientohemi dhe mos ta lojna gjatë me shku. Kjo pjesa e do të na bën mirë të flasim me miq në ata që na bëjnë me undimi. Padyshim që po, për të mos e thënë këtë në formë direkte vetëm orientoni të një psikoterapeut ose të një profesionist të shëndetit mendor, sepse edhe këtu kam nganjëherë një reflektim që kisha me bë, pra ne shohim që kemi një tendencë kanjëherë të ngritur të kthimit në biznes, të kthimit në materializëm të tepërt të secilit profesion, në reklamacion të tepërt, pra dhe shohim edhe psikolog të pretenduar apo terapist të pretenduar ose edhe këtu kemi disa, ta themi në thojza magjistar që përmes një specializimi 2-3 ditor vjen dhe del dhe bën thirrje se si me u formu një grup që do shëtitin rreth një liçeni, e pastaj do futen në akull, e pastaj do bën një dush të ftoft, pa e ditë as çysh e ka sistemin kardiovaskular personi, as çka bë, domethënë si filloi këshilla dhe udhëzime magjike, realisht unë kur dëgjoj është për të qesh. Dhe çka desha të them që të mos humbi kontekstin, pra mos marrim bash parasysh edhe çdo tendencë të njësve dhe me këtë psikologjisë dhe të mendjes për më na alarmu neve për çfarë do lloj simptome që kalojna. Pra në krizë kiametin nëse kemi ne filloj mendimin, ne filloj frikën, ne filloj dëshpërimin e erë, se na do të kuptoj që njerëzimi ky 8 miliardësh ka ardhur dhe pa u vëzhgu non stop me psikologë, me psikoterapeuta, ne nuk jemi gjithmonë të kësaj epoke moderne, njerëzit kanë kaluar. Por atëherë më duket kanë kaluar pak më lehtë sepse kanë jetuar do të thotë në bashkësi. Po, është e vërtetë, Ne jemi qenie sociale dhe kjo ndonjëherë na aludon që jemi shumë vetëm e nuk duhet jemi kaq vetëm. Patjetër, në absolut nuk po du me nënkuptu dhe me zbir rolin, po vetëm të kemi kujdes mos bim prej e ekstremeve një farformëre të interpretuara. Pra nuk kemi nevojë edhe të alarmohemi për gjendjen tonë mentale, se gjendja mentale nuk është destinuar më na vu në sprovë një farforme, por nëse vrejmë që vërtet po kalojmë vështirësi, ngarkesa, atëherë le të vendosim, le të bëhemi të vetëdijshëm, edhe le të marrim ndihmën. Pjesa tjetër që e përmendet, pra ajo pjesa e trajtimit neuropsikiatrik ose me formën e medikamenteve, po e them prapë, është një bazë shumë e rëndësishme, është një bazë domosdoshme, sidomos në situata akute, edhe në disa diagnoza, për shembull diagnoza që përbëjnë problematika të shkputjes së mendjes prej realitetit ku e gjykojnë të tjerët, prej realitetit ku të gjithë e perceptojmë, pra kur shpjegimet tona një farforme kalojnë karakteristikat e shpjegimit sipas ligjeve fizike se sipas ligjeve të perceptimit normal, atëherë normal që bëhet e domosdoshme dhe linja e parë e trajtimit është psikiatria dhe medikamentet, e pastaj linja tjetër mbështetëse është psikoterapia. Kurse te problematikat, pra këty në janë ndo neuroza dhe psikoza. Pra psikozat janë çdo pjesa spektri i skizofrenisë një farforme dhe çrregullime tjera psikotike ku kemi një shkputje të vetëdijës mbi realitetin dhe këtu linja e parë e trajtimit patjetër që është medikamentet dhe psikiatria dhe linja mbështetëse është psikoterapia. Por tek pjesa e neurozave, pra çrregullimet e ankthit, format e lehta të depresionit, problematikat me streset e punës në farforme, çrregullimet obsesive kompulsive, edhe pse këtu kemi një kombinacion, pra duhet të shoqërohen ose të shihet si linjë e parë psikoterapia, sepse sado që kena me marr medikamente, pra medikamentet nuk kanë me diskutu me neve. Ato kanë me bën ndryshim të dinamikës së neurotransmetuesve, po ato nuk kanë me diskutu me neve. Ato nuk kanë me diskutu për aksidentin që kena përjetu, ato nuk kanë me diskutu për humbjen e të dashurit ose të dashurës tonë,
ato nuk kanë me diskutu se si ne kemi prit të bëhemi mjek, sepse të gjitha kanë thënë familja që ti po bëhesh mjek, e ne nuk kemi bërë, edhe tash edhe pse jemi biznesmen i fort, ne vuajmë, kemi një stres, kemi një pak nëtësi, pra ato nuk i diskutojmë të dinamika. Prandaj psikoterapia është transformim ose çrënjosësi themelor i këtyre çështjeve në një formë shumë të natyrshme, normal graduale, por shumë e shëndetshme dhe domosdoshme. E domosdoshme me sa po shohim që në rastet akute është i domosdoshëm medikament, pastaj bashkë edhe psikoterapi për me pas edhe një sukses. Arritëm në fund fare, nëse kishit me na këshillu edhe diçka tjetër për fund, për gjithë ata që po kalojnë çrregullime psikologjike apo familjarët e tyre që kanë të afërmit që janë duke u ballafaqur me çrregullime psikologjike. Po, çrregullimi psikologjik nuk është një demon një farforme që përkufizon juve, a është një gjendje e përpunimit të ngjarjeve që ju keni kalu dhe nuk është turpi juaj, prandaj merrni frym, relaksoni dhe shihni cila është mënyra më e mirë e trajtimit. A kalon? Kjo është ajo pyetja që e bëjmë së shpeshti. Po gjithsesi që po, kalon gjithçka, kalon dita, kalon nata, kalon jeta jon, kalon lula, kalon bima, kalon gjithçka, por gjithë secili proces ka fillimin e vet, edhe fundin e vet, edhe gjendjet mentale, edhe gjendjet psikologjike kanë fillimin dhe fundin e vet. Vetëm duhet me ditë ku më drejtu dhe ç'është me trajtu. Faleminderit shumë që ishe me neve. Kënaqësia ime.